Faleminderit zonja kryetare. Atëherë në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financës po ka folur. Në Komisionin e Ekonomisë, në Komisionin e O ti zoti Nika. O zoti Nika, po qetësohu më bër tani. Po çfarë është kjo mënyra? Po ndërpret çdo person që flet sot. Po ndërpret çfarë po flet, të dëgjuam, çfarë do flasësh? Do e rrotullosh, do e kthesh me kokë poshtë. Se edhe në komision këtë gjë bëre. Edhe në Komisionin e Ekonomisë këtë gjë bëre. Kishte disa ankesa dhe nuk e morën vesh për O Elizbon, në mbledhjen tjetër do të jap unë lekët, do blesh një mikrofon për Gjergjin. Në rregull? Në mbledhjen tjetër. Në rregull? Hajde. Po mirë, unë do zgjidh Gjergjin, do jap një mikrofon Gjergjit. Faleminderit zonja kryetare për fjalën, edhe ndjes për gjithë të kakofoni që u krijua. Unë i kuptoj kolegët e opozitës se janë dhe në fushat, në njëkohësisht vinë po bëjnë dhe rolin e këshilltarit, sa të mbaroj mbledhja do shkojnë do mbledhin dhe vota aty për t'i bindur qytetarët, por nuk e di se sa po i bindin qytetarët dhe sa mendojnë ata realisht për qytetarët. Atëherë në mbledhjen e Komisionit Financës ne kishim një raport që është buxheti shtesë që vjen çdo vit në periudhën e muajit mars. Buxheti shtesë konsiston në rishpërndarjen e të gjitha atyre fondeve që kanë qenë të papërdorura nga periudhat e mëparshme, që ta kenë të qartë qytetarët. Pra, fondet të papërdorura në vitet buxhetore të mëparshme, 24-23, çfarë kanë tepruar, rishpërndahen dhe vinë dhe miratojnë në buxhetin shtesë në muajin mars, një pjesë për vazhdimin e projekteve nga viti 2024, të cilat nuk janë përfunduar akoma dhe do të mbulohen, pra do të financojnë këto projekte, dhe pjesa tjetër në mbështetje të buxhetit të vitit 2025. Në këtë buxhet shtesë ne i pam të gjithë fondet dhe rishpërndarjen e tyre dhe çdo gjë ishte shumë në rregull në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financës për të miratuar si buxhet shtesë përveç dy pikave që kërkuam sqarim. Një pikë ishte për Giro d'Italian, që është një aktivitet ndërkombëtar dhe është një fat për Vlorën që do të zhvillohet në Vlorë, dhe për këtë gjë kërkuam një sqarim, kur do të zhvillohet si aktivitet, pra nëse do të zhvillohet gjatë periudhës zgjedhore apo më pas, dhe përgjigja u mor, pra Giro d'Italia zhvillohet në datën 11 maj, që të gjithë merren me procesin e votimit për qytetarët, dhe pjesa tjetër do të ketë një aktivitet e cila nuk është fare në periudhën zgjedhore, por zhvillohet në ditën e zgjedhjeve, sepse është e paracaktuar. Pra, ky aktivitet ka qenë i paracaktuar dhe Vlora është ftuar të marrë pjesë, pra të ofrojë territorin e saj për të zhvilluar një ditë e Giros d'Italia në qytetin e Vlorës, jashtë periudhës së zgjedhjeve. Dhe pa diskutim që ka nevojë për një lloj mbështetje që ky aktivitet të zhvillohet. Unë nuk e shikoj as me ngjyrim politik, as në periudhë zgjedhjesh apo në periudhë fushate që të zhvillohet ky aktivitet, dhe i propozoj gjithë këshilltarëve që si pikë shtesë në këtë buxhet shtesë ta miratojmë, pra Giro d'Italian. Gjithashtu kërkuam dhe një sqarim edhe për pikën tjetër që është shtuar, pra për website-in, nëse ka të bëjë dhe kjo, nëse prek pra fushatën zgjedhore apo nëse mbështet një grupim politik apo grupimin tjetër. Kërkuam pra një sqarim juridik në Komisionin e Ekonomisë, por ne e miratuam me 4 vota pro dhe 1 kundër, të gjithë në Komisionin e Ekonomisë, buxhetin shtesë që të kalonte bashkë me 2 pikat, pasi ne të mbenim një argument juridik, një sqarim dhe për sqarim të qytetarëve. Zoti Demiri na e dha një lloj sqarimi këtu, na sqaroi qoftë për pikën e parë, qoftë për pikën e dytë. Tani është në dorë të këshilltarëve që ta miratojnë buxhetin shtesë me 1 apo me 2 pikat shtesë. Pika e parë për mua nuk ka asnjë lloj problemi dhe jam shumë i qartë dhe nga ana ligjore dhe nga ana procedurale, është shumë në rregull që ta miratojmë. Dhe për pikën e dytë kërkoj një tjetër sqarim nga zoti Demiri, se unë po flisni ju pak më parë, por nuk ju dëgjova, sepse këta zotrinj këtu kanë këtë manin që duan vetëm të flasin. Unë i kuptoj ethet që kanë, por nuk kuptoj faktin që pse nuk respektojnë kolegët kur flet ti apo kur flet dikush tjetër. Kështu, edhe për këtë dua një sqarim. Nëse është okay, ta kalojmë edhe këtë. Nëse s'është okay, në ana ligjore. Për pikën e parë jam shumë i qartë dhe i ftoj gjithë këshilltarët që ta votojnë pro, sepse nuk është as për mua, as për Gjergjin, as për Tirdin, as për kryetarin atje, s'është për asnjëri, por është për qytetin.
Faleminderit. Dhe nuk ka shkelje ligjore. Për zotin Demiri për pikën e dytë, për website-in, pra nëse jemi në kushtet për ta kaluar atë po apo jo, pra një sqarim. Shiko, fakti, zonja kryetare, nderuar këshilltar, fakti që ka kaq shumë debate tregon që ky projekt vendim nga ana ligjore ka problematik të theksuar, për mos thënë që është antiligjor. Tani ne ripërsëritëm kërkesën tonë dhe nuk morëm asnjë përgjigje sa i përket tentativës për të marrë këto fonde dhe për t'i përdorur. Tani nëse zoti Dede, tani e para një, ta duhet mësojnë që ne nuk kemi këta, ata, ne jemi këshilltar. Megjithatë, kjo është i ngele çdo këshilltari në ndërgjegjen e tij për të qenë sa më qytetar këtu kur i drejtohet kolegëve. Megjithatë, ai zotria pretendon që ka ethe këthe nga ana jon, por nuk e di çfarë ethesh e kanë kapur atë pas këtyre. Megjithatë, unë duhet Asta ndërprove fjalën, asta përmendem. E nderuar këshilltarë, fjala është për zotin Hoxha. Pare zoti Hoxha, unë kam kërkuar të largohet se kam një problem shëndetësor. do largohet nga PS-ja apo do largohet nga mbledhja, se s'po e kuptoj. Ti jemi të qartë. Po miro, kush e pengoj që ka problem? Jemi shpejt do të mbaroj që të Po, mirë, ja. Sa ta mbaroj argumentin, se po. Tani nga argumentet që u dhanë edhe nga kryetari i bashkisë që erdhi në kohë shtesë sa i përket kësaj mbledhje, unë mendoj që nëse nuk është hartuar kontrata sa i përket menaxhimit të Giro d'Italias, nuk është problemi jon. Dhe nëse këtu pretendohet që nuk ka të shkruar atje që këto lekë do t'i shërbejnë Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste, atëherë ne nuk ndryrim në ore zotrin, është ndaluar me ligj. Nuk është i takojnë këto lekë do vënë në favor të Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike. Është ndaluar me ligj përdorimi i fondeve mbas datës 11 janar. Unë se kuptoj, çfarë nuk kuptoni? Dhe pse përpiqeni të bëni artifica? Deri në datën 11 janar kemi pas mundësinë që ne të bëjmë çdo lloj ndryshimi. Moj zot derisa të mbarojnë. Po nuk është më ti po e miraton sot. Ti po e miraton sot o Elsa. Po miro tani se unë të dëgjova ish. Pse kryetare, të lutem, ka mundësi ta përfundoj argumentin. Po miro, unë po them pjesën time. Nuk jemi në një situatë normale, jemi në një situatë parazgjedhore, e përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që çdo lloj alokimi i fondesh duhet të kishte ndodhur deri në datën 11 janar dhe ne jemi dëshmitar që jemi mbledhur me urgjencë për të miratuar dëmshpërblimin e familjeve të përmbytura, edhe pse zoti Dredha dhe administrata e tij dhanë një kuotë qesharake për ata zotrin rreth 600 milion lekë. Tani, për anën njerëzore, se këtu e keni zakon, ju vini këtu që juve e doni sportin, ju doni ciklizmin, ju doni qitjen, ju doni basketbollin, ne sikur se duam. Ore, po dhe ne duam o sporti, dhe Giro d'Italia shumë mirë që vinë, është reklam për Vlorën, patjetër që është reklam për Vlorën. Por këto që ju doni të bëni janë antiligjore, nuk e kuptoj dot. Nesër ju mund të vini këtu të bëni një kërkesë për mbledhje ashradhe të thoni na duhen ja 2 milion euro se do bëjmë riasfaltimin e rrugës X se do kaloj Giro d'Italia. Është shkelje ligjore, duhet i kishit marrë parasysh përpara. Po sepse po përdor një fonde të bashkisë në një moment që nuk lejohen. Po miro në rregullo. Ore, zotri, shiko, tani t'u them dhe të fundit se pasaj do më thoni që nuk u a thash. Ky do t'jetë subjekt i prokurorisë së posaçme, ta dini nga mua. Sepse, më dëgjoj pak Ervise, kemi disa teori dhe ua kam thënë dhe do t'u arri përsëris, që vendimet kolegjale që nga në të pa atakueshme nga prokuroria. Në momentin që këshilltar, po ta mbaroj o zotri se unë së të ndërpreva. Në momentin që ne jemi të njoftuar që ka një shkelje ligjore dhe ngrëm kartonin pavarësisht se mi vënë në dieni, kemi përgjegjësi penale se cili prej nesh nuk është vendim kolegjal.
Që do me thonë u miratua këtu në mënyrë kolektive dhe s'pas kemi përgjësi. Jo mo kemi përgjësi, po ta mbaroj o qa zakoni e ke, unë e dëgjova dhe zotin Dede dhe zotin Moçka dhe zotin Bezhani. Ta mbaroj, sepse kryetari bashkis da disa argumenta njerëzor. Tani ne mirë kuptojmë anën njerëzore, që Giro d'Italia është shumë e vlefshme për Vlorën, për reklamën e për të tjerë. Po anën ligjore nuk e superojmë dot. Sa shumë me të drejtë që kontrata nuk e dinim sepse kontrata kur do miratoj. Është miratuar kontratë. Po pa tjetër që kam ka... Po unë dua që të shpëtoj dhe juve. Dua të shpëtoj dhe ju. S'dua të mbyteni. Jeni në të drejtën tuaj, do një të mbyteni. Tani të marrin vesh se nga kryetari bashkis u thaj që ai website-i do ishet si vlerë. Do ishet apo jo kryetar? Nuk do jetë. Pa, nga një... Po dalo, është 1/3 e dëmit. 1/3 e dëmit po ishet. Dakor, 1/3 e... Tani, ky është test fondi ky që i keni shtuar 6 milion lek të tjera, 36... Këti të Lov Vlorës tu, po pse se shkrani e dua Vlorën në kryetar, pse shkrani Lov Vlora? Po s'thashun, jo, nuk thashi po bën, unë po them përdorimin e fondeve, na keni ardhur me kërkes për miratim të destinuar financiar, ky është problemi, pa unë e di, pa tjetër. Biles jam kundër asaj I love Vlora. Unë e dua Vlorën ose dua Vlorën. Atëherë zoti Hoxha, ose bëje në 10 gjuhë të huaja të botë, se ka shleksa ke përcaktuar, do ta bësh 10 instalacione në 10 gjuhë të ndryshme. Nëse ti je një qytet që këtu kalojnë mira pushues dhe mira njerëz nga gjithë bota, normale do të ishte që dhe shprehjet që do të jenë fikse të jenë në një gjuhë internacionale. Kështu që e dua Vlorën nuk e kupton një turist nga Pekini apo nuk e di se nga. Ne përpiqemi që edhe të kultivohemi gjatë jetës. Frankofonia, kryetare që ta dish nga mua, frankofonia ka një elitë të përcaktuar që nuk e lejon tjetërsimin e gjuhës së saj. Ne jemi shumë të vegjël në krahasim me frankofonët, po ne duhet që t'i përshtasim gjëra. Atëherë këtu nuk ta pranoj se edhe në Nis të Francës e ke I love Nis, nuk e ke JTM Nis. Kështu që të lutem fjala për zotin Moçka. Faleminderit. E mbyllë, faleminderit. Tani do nuk dëgjoni. Po dhe dëgjoni në një gjë se nuk është jo të gjitha i dini. Jo të gjitha i dini. Prandaj po unë nuk jam po ta mbaroj. Ora ta mbaroj o tjo, zotria, keni zakon. Të lutem, atëre, kryetari bashkis, atëre, më falni, kryetari bashkis propozon që website-i, zoti Hoxha, të lutem se po flas. Kryetari bashkis propozon që në votim, ky do të kaloj pa website-in. Okej? Atëre, fjala për zotin Moçka. E nderuar kryetare, tani kam po dëgjoj që në fillim që është e jashtëligjshme. Nuk na cituan ore ku është ndaluar dhe çfarë është ndaluar dhe prandaj pyeta drejtorin juridik që të jepte kësaj pyetje përgjigje. Ore kodi zgjedhor, po ta lexosh ka një nen të përgjithshëm që nuk ndalon specifikisht. Ka një vendim të KQZ-s, që është numri 9 i ndryshuar, i 2020-s i ndryshuar, i cili përcakton 2 lloj ndalesash. Veprimtari të cilat janë të ndaluara të promovohen, që do të thotë mund të bëhen, fare mirë mund të vazhdojnë, por janë ndaluara të promovohen, të përdoren nga kandidatët, promovohen në media si arritje të qeverisë lokale apo qendrore etj me radhë. Ka dhe veprimtari të cilat ndalohen. Te veprimtaritë ndaluara ndalohen gjitha nxjerrja e akteve ligjore apo nënligjore, që janë dhe këto tonat, për të cilat krijojnë benefite për kategoritë caktuara. Dhe qëllimi i këtij vendimi është që mos të përdoren si mjet shkëmbimi për vot, që do të thotë po t'jap këtë bonus, po t'jap këtë, i ka përcaktuar vendimi. Prandaj dhe ne në janar u mblodhëm, se ajo ishte një tip bonusi apo dëm shpërblimi, të cilët do u jepe atyre që ishin përmbytur dhe mund të përdorej që ja u dha për votë e tjerë për fushat me radhë. Por mund të më thonë se kam qenë në fillim që kam pyetur drejtorin juridik dhe po vazhdohet akoma që është ndaluar, mund të më thonë ku është ndaluar që Giro d'Italia ose Bashkia Vlorë të rialokoj një fond për mbështetje, për masa paraprake, për nuk e di, promovim e tjerë me radhë të një eventi ndërkombëtar ku do
promovohet apo do të jepet qyteti jon në 200 media ndërkombëtare dhe thot specifikisht dhe për më tepër ditën e zgjedhjeve që s'ka asnjë lloj impakti ditën e zgjedhjeve se kush e ka ndarë mendin do votoj, një ditë para është ndaluar dhe ka mbaruar fushata. Ka ndonjë nen caktuar që e ndalon këtë lloj? Dhe nëse ka specifikisht, se unë nuk po e gjej dot, dhe nëse ka specifikisht, e cituar si është e cituar dhe vërtet e ndalon apo na bën ne që për 6 milion lek të reja të ndaloj një nga eventet dhe aktivitetet më të mëdha, unë jam i sigurt që dhe vet opozita po të ishte ta drejtonte, do e sillte jo me këtë shifër, po shumë më shumë. Jam i sigurt që çdo drejtues institucioni kur i krijohet një eveniment i tillë në këtë qytet, sinqerisht dhe 6 milion lekë janë shumë pak, se angazhimi i trupave, njerëzve, burime materiale, or nuk e di, naft për mjetet e policisë bashkiake, do të jetë një angazhim shumë i madh për një eveniment ndërkombëtar. Do të jemi në Vlora, do të jetë në qendrën e vëmendjes së 200 televizioneve botror. Do të jetë në një nga evenimentet që nuk ndodh. Ne krijojmë një, nuk e di, një sport rajonal apo një aktivitet rajonal apo kombëtar, garën e ciklizmit kombëtar apo garën me një garë tjetër dhe prap 6 milion lekë janë shumë pak. Për një eveniment ndërkombëtar nuk duhet të ketë bashkia 6 milion lekë, që nuk është e thënë që mund të përdoren, se meqense ka merret ministria dhe ka relikuar, por një institucion nuk duhet të ketë një fond të tillë që për çfarë do lloj situate të përgjigjet, po çfarë do bëjmë ne? Meqense ka një nen të paqartë, se po e përsëris, nëse dikush del dhe më lexon nenin dhe thotë është ndaluar kjo si aktivitet, jam dakord dhe unë. Por nëse dikush e interpreton që duhet ndaloj çdo aktivitet i bashkisë, pra nuk duhet marrë frym shteti, 4 muaj para zgjedhjes duhet marrë frym fare, o duhet ta parashikoj në dhjetor, o s'duhet ta parashikoj fare, nuk u parashikua dot, nuk u llogarit dot, tashmë po vin, po kë ligj pra, kë nen, se ja kërkova drejtorit juridik dhe më tha kë nen, më thuaj kë nen. 4, jo mos e thot projekt vendime të cilët japin bonuse, krijojnë drejta, nuk lejohet promovimi, por çfarë ndalohet ty? Që të kesh burime financiare për realizimin e një aktiviteti, po do ta votojmë, normale do ta votojmë. Dhe unë të bëj thirrje ta votosh dhe ti, se nuk është as për Ermalin, as për Bashkinë Vlorë, nuk është as për qeverinë, po është për gjithë Shqipërinë. Po jo, më është për gjithë Shqipërinë është. Promovimi më i mirë që mund të ndodhi Vlorës, biznesit vlonjat, do jetë në vëmendjen e 200 mediave botrore atë ditë. Do jenë të fokusuar, kush e di, miliona shikues të cilët do të shikojnë Vlorën. Dhe është dhe në dobi tënde dhe në nderin tuaj ta votoni këtë për t'i ardhur nder të gjithëve. Faleminderit i nderuar zoti Moçka. Jo, fjalën për mbyllse nuk e bëni ju zoti Nika. Çfarë keni për të thënë? Atëherë 1 minutë fjala për ju. Çfarë është kjo mënyrë që do flasë? Po të lutem tani se e ke marrë fjalën 4 herë për këtë gjë, dhe ligjërisht nuk të lejohet kaq shumë. Për këtë ke marrë 4 herë mikrofonin. Tani, atëherë, në përgjigje do t'i tregoj zotit Moçka ligjin e KQZ-s. Nuk keni as jurist që t'i tregoni ligjin. Po as Moçka nuk është jurist tani, do ta nxjerr diplomën e Moçkës, çfarë na tregon teori tani? Mirë, në rregull. Të lutem. Si ngam jurist unë. Tani, atëherë, për sa i përket pjesës së aktiviteteve kulturore dhe artistike dhe çfarë do lloj aktivitete, nuk kemi qenë asnjëherë kundër zhvillimit të qytetit. Asnjëherë për gjëra që kemi diskutuar. Po le të flas tani apo. Tani, kam qenë në fillim të diskutimit, ja u kam thënë përveç se këtyre dy zërave, edhe pjesa e prioriteteve nuk duhet lejohet. Tani, me që zoti Moçka thosh, më tregoni ligjin, po ja tregoj ligjin. Keni vendimi numër 9 të datës 13/2/2025 të KQZ-s për rregullat e sjelljes së institucioneve publike në zgjedhje. Pika 2 fraksion 2 parashikon veprimtari të ndaluara për të promovuar janë edhe publik. Po prita tani mama, bëj dër tani, po lëre tani e burr tani se më për të promovuar janë të gjitha veprimtarit publike, sportive. Janë që dalin, janë të gjitha veprimtarit publike, sportive, që dalin jashtë planit, jashtë... Të lutem e përfunduat. Po çfarë përfunduat s'kam folur? Po mbarove. Po jo përfunduat flas ta po. Janë veprimtarit publike dhe sportive që dalin jashtë planit buxhetor. Vota ime është kundër, ju vazhdojni votojni, takohemi në pjesën e dytë edhe flasim. Është drejta juaj
ta votoni si të doni. Mirë, faleminderit gjithëve. Me propozimin e kryetarit bashkisë, do të kalojmë në votim këtë pikë të rendit ditës duke hequr website-in dhe të kalojmë Giro d'Italian.